Për të folur më tej mbi revoltën e Spaqit dhe si përkujtohet ajo sot, ne kemi ftuar në studion ton të New Yorkut ishte burgosurin politik Pollum Lamaj. Zoti Lamaj, përshëndetje. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Zoti Lamaj, ju keni kaluar 12 vjet në burgjet e komunizmit, keni vuajtur edhe në Spaq. Edhe këtë vit, si zakonisht, revolta e Spaqit në Shqipëri u përkujtua nga ishte përndjekurit. A dini ju raste që zyrtarë të qeverive të kenë shfaqur interes për të folur dhe për të përkujtuar ngjarje të tilla? Edhe pse kanë kaluar 20 vjet nga rënja e murit të turbit të Berlinit, edhe pse kanë kaluar 20 vjet nga ashtu quajtura demokraci, asnjë përfaqësues i politikës shqiptare apo qeveritar nuk ka denjuar të shkojë dhe të vendosë një tufë me lule në Spaq apo në kampet e tjera të përqendrimit, ku gjeneratat të tëra u sakrifikohen me të vetmin krim sepse donin lirinë dhe nuk pranuan të bashkëpunonin me armën famkeqe të sigurimit të shtetit. Vetë ngjarjet e dhimbshme të vitit të kaluar, kur i burgosi politik i Ndjeri Lirak Beko u azjesua nga dëshpërimi dhe vetë qëndrimi me nefregues i kryeministit, i presidentit, i gjithë klasës politike, tregoi qartë që ata jo vetëm nuk duan të hapin këtë faqe dhe të nderojnë këtë shtresë që ishte ndërgjegje e kombit, që ishte simboli i lirisë, përkundrazi ata kanë një urrëtie patologjike për këta breza të tërë që sakrifikuan gjithçka për hir të lirisë. Pra unë jam shumë skeptik dhe vetë qëndrimi i tyre antinjerëzor, antidemokratik tregon qartë se drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar. Po, bile zoti Lamaj, me rastin e 5 majit, zyrtar shqiptar bën disa gjeste që u panë si nostalgji për regjimin komunist dhe për diktatorin Hoxha, siç ishte nderimi me grusht apo për ulja përpara fotografisë së tij. Nga qeveria nuk pati ndonjë reagim zyrtar. Si shikoni ju sjellje të tilla? Për mua është diçka e zakonshme veprimi që bëri Majka. Por ajo që më shqetëson më është ai bëri këtë veprim në prezencën e ambasadorit të Shteteve Bashkuara, të shtetit më demokratik në botë. Simboli i grushtit është simboli i bolshevizmit, simboli i diktaturës që ëngri pjellën e vet, i revolucionit që ëngri pjellën e vet. Dhe më e keqja ishte një mesazh i dhimbshëm, por edhe i turpshëm që jepet brezave të rinj. Për më tepër ky mesazh është i turpshëm sepse bëhet nga një ish kryeministër i cili jo pa qëllim nderoj me grusht për të treguar shoqërisë shqiptare që komunizmi gjallë dhe komunizmi do të mbjetojë. Unë nuk e kuptoj si akoma shoqëria shqiptare edhe inteligjenca shqiptare dhe gjithë populli shqiptar në përgjithësi do ta mbajmë supë këtë krim dhe turp historik. Po, ju keni vite në fakt që jetoni këtu në Shtetet e Bashkuara, ndërkohë që kanë kaluar më shumë se 2 dekada nga përmbysja e komunizmit. Disa mendojnë, zoti Lamaj, se periudha e komunizmit është tejkaluar dhe tani shoqëria shqiptare duhet të ketë përparësi të tjera. Cili është mendimi juaj? Mendimi im është jo pa qëllim, klasa neokomuniste që mori pushtetin sipas skenarit të Katovicës dhe Ramizalis, e vonoi çështjen edhe zbardhjen e krimit komunist që përjetoi komi shqiptar për 50 vjet. Unë të keqen nuk e shikoj tek mentaliteti apo menefregizmi i shoqërisë shqiptare, apo unë e shikoj tek ajo që nuk u bë një gjyq i dytë i Nurembergut për krimet e komunizmit. Bota e civilizuar, bota e qytetëruar, bëri biznes me këtë bandë bolshevike që rimori pushtetin. Dhe unë këtu e shikoj të keqen e madhe. Klasa politike shqiptare është një klasë inferiore dhe ajo gjithmonë kur i vin puna për të bërë detyrat e shtëpisë, i merr urat nga të huajt. Dhe unë do të kërkoja më shumë nga bota e qytetëruar, nga personalitetet të shumë, të cilët të hedhin dritë, të qartësojnë çfarë ndodhi këto 50 vjet, pasi sot jo vetëm në Shqipëri brezat e rinj dhe populli shqiptar, por edhe në botën perëndimore njerëzit nuk kanë idenë se ç'ndodhi për 50 vjet, për miliona e miliona viktima. Genocidit slavo-komunist. Zoti Lamaj, një pyetje e fundit, a është bërë ndonjë hap, mendoni ju, nga qeveria e kryeministit Rama për të përmbushur detyrimet materiale ndaj ishte përndjekurve politik siç është premtuar në fushat? Për 20 vjet vetë ngjarjet e fundit kanë treguar që qeveria e Tiranës ose qeveritë neokomuniste që kanë ardhur njëra mbas tjetrës kanë një konspiracion midis vetes tyre. Ata bëjnë sikur ndërmarrin vendime, bëjnë premtime, por përfundimisht ata nuk duan të hapin këtë faqe sepse ndryshe ata do dënojnë vetveten e tyre, janë pjella e slavo-komunizmit, janë bite bllokut.
Unë me këtë rast do t'i bëja një thirrje shoqërisë shqiptare. Brezi të ri është momenti historik që të flaket njëre për gjithmonë e kaluara vrastare. Është momenti historik që Shqipërinë ta drejtojnë një elitë politike përgjese për fatet e Atikomit. Dhe për aq kohë sa ato dy banda e PD-s apo e PS-s do të kenë pushtetin, unë nuk shikoj ndonjë zgjidhje jo vetëm për të burgosit politik në Shqipëri, por për gjithë komin shqiptar. Zoti Lama, ju falenderoj për intervistën. Ishim në lidhje të drejt për drejt nga New Yorku me ish të burgosurin politik zotin Pëllum Lamaj. Edhe unë ju falenderoj juve dhe personelin Zërit Amerikës. Falenderit.